i qetësojnë pak gjaka. Thonë që ne nuk bëjmë koalicion me lëvizjen vetëvendosje, sepse ajo është talltar. Nëse kryetarët e partive politike thonë ne nuk bëjmë koalicion me lëvizjen vetëvendosje sepse është e keqja e vendit dhe nëse ata thonë na mbani për fjalë për këtu që po i thëni sepse do të jemi prapë këtu në muajin shkurt, atëherë nuk po shoh se si ka më bëni kompromis. Nëse në hipotezën që vetëvendosja mund të dali e para, nëse dalim me 40 deputet, atëherë kompromisi është pothuajse i pamundur. Nëse vetëvendosja del në 40 deputet, atëherë mund të ketë një mundësi që të krijohet një kompromis dhe të krijohet një zgjidhje, por unë po shoh një situatë të komplikuar, po shoh një leadership pa orientim dhe po shoh një Kosovë të rrezikuar fatkeqësisht nga pamundësia dhe paaftësia e gjetjes kompromisit. Dhe paaftësia dhe pamundësia e gjetjes kompromisit i atribuohet në pjesën më të madhe atij që ka numër më të madh të votave dhe të mundësisë për të ofruar dhe detyrës për të ofruar këtë zgjidhje dhe kompromis. Dy ndërhyrje shumë të shkurta i kam këtu në studio, Gashi duke respektuar kohën tuaj, një Gash tjetër ka një reagim blerimi, urdhra. Mimrama Arben Gashi, kushiri. Si deputet, i ka marrë shumë edhe si njëri me qëndrim politik, kisha më thonë me kuriz politik, brenda lidhjes demokratike të Kosovës, kur thu fajin kryesor më të madhin për gjetjen e një kompromisi, një rrugdalje qoftë për mos më shku